ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi njeriu më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullt të ditëve të hana, ku jemi me shpjegimin dhe nxjerrjen e mësimeve nga fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Në dy ligjëratat e fundit në këtë varg ligjëratash u ndalëm në ajetin 139 për ta rifreskuar vetveten dhe për t'ia kujtuar vetvetes qëllimet e mësimit të Kur'anit dhe hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj pam atje një varg kriterësh se qëllimi nuk është që të shtohet informacionit, të dhënat, lajmet, tregimet, mirë po qëllimi është që njeriu ta pastron vetveten dhe ta përgatit dhe ta bën të përshtatshme për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj do të vazhdojmë sot me lenin Allahu te bareke ve teala në shpjegimin e ajeteve, duke i kujtuar ato kritere, duke i marrë me veti në vazhdimsi kur mësojmë dhe një ajet të ri apo dhe një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, duhet vazhdimisht t'ia kujtojmë vetvetes se qëllimi nuk është që ne ta largojmë një ignorancë nga vetvetja, pastaj të vazhdojmë sikur nuk kemi dëgjuar as pak. Andaj do të vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve teala në ajetet e surës Ali Imran. Përfunduam tek dersi i fundit në tefsir, ajetin 139 nga surja Ali Imran. Surja Ali Imran ka 200 ajete, domethënë jemi afër përfundimit të surës me izin dhe lejen Allahu subhanahu wa taala. Kjo sure, gjysma e surës, ishte debat me një palë njerëzish të cilët kishin ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të diskutuar dhe për të debatuar mbi çështjen e Isaut dhe Mariamës alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i pranoi që të bëjnë debat, të diskutojnë, dhe atëherë çfarë ndodhi? Zbriti kjo sure si udhëzim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo vëllazër argumenton edhe për një çështje shumë të rëndësishme, kemi përmendur që do të kujtojmë edhe një herë se sado që njeriu të jetë i mençur dhe i aftë për diskutim dhe debat dhe i aftë për polemik, ai nuk pavarësohet nga shpallja. Ai nuk pavarësohet nga marrja e mësimit. Pra, nuk është i pasur, nuk është i pavarur prej shpalljes. Me thënë unë e so si këtë punë vetë, unë di çka i tham, unë e di se çka duhet mi prek. Jo. Ma i meqmi mbot është Muhammed a.s. Ka thënë Wahb ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, djetarët të muslimanëve, me marë mendjet e këtë botës, këtë njerëzimit që kanë ekzistue, mi marë këtë mendjet e këtë njerëzve, me i vënu në peshore dhe me vënu mendjen e Muhammedit a.s. nga ana tjetër, ranon mendja e Muhammedit a.s. Por është ma inteligente mendja e Muhammedit a.s. ma aftë. Me gjithë këtë aftësi intelektuale, me gjithë këtë arsye të fortë, Allahu subhanahu wa taala i thotë unë kallzoj tyje. Çka duhet më u thonë? Por këtë arsye vëllazër, shpeshherë edhe ne gjendemi në situata ku njëri thotë unë e di çka duhet më thonë. Unë e di, e tham vetë, e shkruaj vetë, e kështu me radhë, mirë po e shohin se s'ka efekt, nga se je larg dritës. Sa mundet njeriu vëllazër me takatin e vet me ngrohni një njeri, me i ofru dritë atina. S'ka mundsi. Allahu subhanahu wa taala nxjerr diellin edhe i nxej krejt. E shembulli i Zotit është më i lartë. Njëjtë është edhe mullëzimin e njerëzve. Mjafton njeriu ta ballafaqosh me librin e Zotit. Mjafton njeriu që ta merr dritën e fjalëve të Zotit te bareke ve teala, dhe ti nuk kiç ka lodhesh më tepër, pos që të jesh sebeb që ai të udhëzohet me librin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj gjysma e kësaj sure kishte të bëjë me këtë, pastaj një varg ajetësh me thirrje nga ana Allahu subhanahu wa taala që besimtarët mos të përçahen dhe të rrinë bashkë dhe të ruajnë unitetin, dhe pastaj Allahu subhanahu wa taala na tregon për ngjarjen shumë të rëndësishme në luftën e Uhudit që i ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wasalam, 60 ajete nga ajeti 121
Edhe 60 ajete më andej janë vetëm shpjegim dhe analizë që u duhet muslimanëve të nxjerrin prej mësimeve nga kjo luftë që ju ka ndodhur shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta ripërsërisim ajetin e fundit apo këtë varg ajetësh që vazhdoj pasaj me lejnë Allahu te bareke ve teala në ajetin 140 dhe më andej me këtë sure. Thotë Allahu te bareke ve teala në Kur'an në ajetin 138, thotë Zoti jon te bareke ve teala: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi wanzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibin." Thotë Allahu subhanahu wa taala, pasi që u shpjegon muslimanëve se krejt kjo humbje në luftën e Uhudit është pjesë e normave të universit. Pra ju s'keni dalë jashtë normales. Nuk është çrregullim kjo që ka ndodhur. Është shumë normal. Thotë Allahu subhanahu wa taala, para juve njëjtat norma janë kanë. Çfarë do të thotë njëjtat norma? E shpjeguam se lufta hupet dhe fitohet. Pra ju si sahabe e njëjta ju ka ndodhur. Dhe kjo është prej normalitetit. Thotë Allahu te bareke ve teala në vazhdim: "Fasiru fil ardi fanzuru." Si doni me pa me argument, ha? Dhe vini revizor. Kur'an kemi me pa me sy edhe me pa me mendje. Kur'anin cilën thirr me pa me mendje. Për shembull, sa njeriu vëzër e sheh krijimin e Zotit, por nuk ka mend me pa me besu Zotin e madh te bareke ve teala. Dhe ti thua s'pe shet dillin, e shoh. E se s'pe beson Allahu subhanahu wa taala, sepse ai nuk e përdor mendjen. Andaj vini në Kur'an gjithmonë vjen fanduru. Ha? Fanduru. Thot Allahu te bareke ve teala: "Fasiru fil ardi fanduru." Atësin në tokë, ama këtu nuk thot këshirni me sy. Pra, kaloje synin, merë mësimin. Për shembull, vini revizor. Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur e ka përmen raportin e burrit me gjinin e grave dhe gruan me gjinin e burrave, çka thot Allahu subhanahu wa taala? "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Thuaj besimtarëve letë ulin syt. Mos këshir haram. Mos këshir haram. Apo nuk ka thënë thuaj ju besimtarëve mos të meditojnë apo mos të mendojnë. Jo, për shembull se do të dikush. Ç'a ka dallim? Ka dallim. Se për shembull, ne muslimanë kemi të ndaluar me shiku gratë të huaja. E ki të ndaluar me këshir gratë e huaj. Mirë, a na lejohet me fol për gratë? Po. Sepse me fol për gra ka mundësi të fol për me nxjerrë bret. Ama me këshir gratë e huaja dallim. Andaj Allah do të mos i këshirni gratë e huaja. A nëse ju të mësu diçka rreth grave, s'prish puna jo. Por shembull burrat na e kemi mësue te ajetet e surës Al-Baqara, 4 faqe ajete janë për gratë. Për gratë. E tani, kur ne i mësojmë ajetet e grave, apo i mësojmë cilësitë e grave, cilësitë e femrës, karakterin e femrës, moralin e femrës, dobësitë e femrës, apo likësitë e femrës, sikur që janë këto edhe të burrat. Tash nëse vjen dikush thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Allahu thot në Kur'an: "Thuaj besimtarëve të ulin shikimet." Nuk kena të këshir femra këto. Jemi të fol për këtë çështje. Andaj shikoj vëllazër, Allahu subhanahu wa taala në mënyrën më të përpikt i përdor fjalë të cilat kanë domethënie dhe pak njerë mos me avnu mendjen, normal dietarët javnojnë kësaj nëse për këtë çështje mirën, andaj çka thon? Shikoj Allahu subhanahu wa taala thot, nuk thot fasiru fil ardi fa absiru. Asnin tokë edhe këshirni, pse? Sepse edhe qafiri sheh. Po nuk vrojton, nuk studion, nuk merr mësim. Apo andaj e kemi për shembull argumentet e Zotit. Edhe qafiri e sheh qiellin. E cili është dallimi mes syve tu si besimtar dhe syve të pabesimtarit që një qiell e shofna, çka thojna? Unë kam nadhar. Unë meditoj për këtë punë. Unë besoj në Zotin e këtij i cili ka kriju këtë qiell. Unë besoj që ka krijuar Zoti i Madh te bareke ve teala. Andaj thot Allahu Gjelle Gjelalu: "Fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin." Hasni dhe këshirni edhe meditoni çka i ka ndodhur atyre që ka përgjigjëstruar. E cili është dallimi vëzër mes menoje mirë këtë punë edhe shife këtë punë? Ha? A keni pa vëzër njeriu? Për shembull, kur do me pa ma mirë dhe me kujtu një punë mirë,
Ha? Kur dush ti mi thon dikujna, hajt këshire mirë që këtë pun, këshire mirë që këtë pun. Ha? Gjëja e parë që e ban njeri, kur do me e përtheku, me përfshi mirë një pun që ka thot, i mshelësit. A realiteti jo du të mi qelë. Thot nale, pse i mshelësit? Pra, e pauzon, e ndërprejn aktivitetin e jashtëm që t'i kthen krejt informacionet qetë dhe ta meditoj e qështjër. Apo, a dhe me meditimi shpesh bëhet me sy mshel. Asa njeri e për qemull, i ka syt edhe nuk i bëjnë dobi ati. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, hadha bajanu lin nasi wa hudan wa mau'izatu lil muttaqin. Ky Kur'an edhe ky sqarim është komunikim i qartë për njerëzit i rrjedhshëm, udhëzim dhe këshill për njerëzit e devotshëm. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, vazhdim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, mos u dobësoni fizikisht, mos u mërzitni shpirtërisht, wa antumul a'laun, nga se ju jeni njerëzit më të lartë, moral, me besim, me iman, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar, ju jeni besimtar, apo pra pasi që jeni besimtar, nuk ju lejohet që ju të mërziteni e të likshtoheni, nga se kjo që ka ndodhë në luftën e Uhudit prej humbjes dhe dështimit nuk ka përfundu dunjaja, po kjo është një norm e zakonshme Allahu subhanahu wa ta'ala. Tani vëzër deri këtu e kemi përfundu, vetëm e këthim, do më thanë, memorin që të vazhdojmë në ajetet e radhës. Kush është duke përcjell me Kur'an vëzër, le ta përcjell ajetin 140 nga kjo surë dhe ajetin 141. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nasi wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wa liyumahhisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet, in yamsaskum qarh, juve o besimtar, nëse u ka godit plaga, jeni plagos, 70 musliman kam vdek në luftën e Uhudit, dhe të tjerë janë plagos, dhe tërësia e ka përjetue plagosin, humbjen, dështimin e luftës. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, faqad massal qawma qarh, mos haroni se edhe ata armiqt e juaj i ka përfshi qëfar? Plaga. Thot Imam Ibn Kathiri, faqad massal qawma qarhun, ata të përmendurit në këtë ajet që janë plagosur më herët dhe kanë humbur më herët me luftën, janë paganët luftën e Bedrit. Wa in yamsaskum, e nëse ju kap juve, ju ka kap juve plaga, është në luftën e Uhudit. Pra juve tash, a më në të kaluarën, i ka kap ata. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, mithluhu, njët, ju në Uhud, ata në Bedr, dit me dit. Jo rasisht do të vjen ajeti, wa tilkel ejam, këta janë ditët e Zotit të bareke wa ta'ala. Wa tilkel ejamu nudawiluha bejnë nas, këta janë ditët e Zotit subhanahu wa ta'ala, nudawiluha bejnë nas. Qka është nudawiluha? I ajapim në konsumim, i ajapim në përdorim. Pra një herë keni fitu ju luftën, tash e fituan këta. Këta janë sprovat e Zotit që u a bën njerëzve gjatë ditëve të tëre. Wa li ya'lam Allah, dhe që ta din Allahu subhanahu wa ta'ala. E qyshër vëzër këtu që ta din, kjo në mesele shumë hol, ne nuk du të zgjerohemi nëse mesele nuk i përket gjithë muslimanëve, për ata se e studiojnë, se ilmi Allahu subhanahu wa ta'ala është gjithë përfshirës. Dhe shpesher Allahu thot, wa li ya'lam Allah, që Allahu ta din ata të sëtë kanë besu. Si e kuptojmë këta vëzër? Që ta di Allah i kush ka besu. Zë mund me thonë dikush pësa, se dija, jo. E din, gjithë shka din Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithë shka, nuk ka diçka nuk din. Pse vjen Kur'ani, wa li ya'lam Allah, që Allahu ta din, e i li ju'lim. Ka thonë Ibn Abasi, që ka të sëpëtu Imam Ibn Tabari, ka thonë e i li ju'lim, që tu a bën me dije juve që ka e di vetë. E pastaj të gjikon mbi juve me ilmin e ti, mbi ngjarjen që e ka dit
e që dhe tash ju e dini, edhe pastaj e merr gjykimin. Që do ta shohim. Allahu nuk gjikon me atë çka e di për tyje. Nuk gjikon me atë çka e di për tyje. Derisa ilmi i tij të bëhet ndodhi. Apo, për shembull, sikur Allahu të gjikonte për neve me atë çka e di, nuk na sjell të ndonjë hiç. Veç na ndaj ke venët, tin xhenat, tin xhenem, edhe u kri, sepse ai e di. Ai e di unë ku përfundoj, edhe ai e di ti kur përfundon. Apo, mirë, pse na punoni në dunja që ta dimë edhe na, që mos tojna. Apo njeriu dyshon. E për ta largu këtë dyshim, Allah thot: "Wa liya'lam Allahu alladhina amanu." Që Allahu subhanahu wa taala ti nxjerrën pa ata që kanë besu. Pa nuk i di, po ti dini edhe ju dhe ta din vetë njeri. Apo, se për shembull vëllazër, sikur Allahu ti fut të njerëzit në xhenem. Ata që janë në xhenet mirë, po këtë xhenemit që më thon, "O Allah, po pse s'na i dhave mundësi?" Nuk i dihet. Nashta kishmi besue, Allah na ka pru dunja ja. Si cili e merr hakin e vet. Po këtë arsye vëllazër, Sheikhul Islam Taymi rahimahullahu taala dhe Ibn Qayyim al-Jawziyyi rahimahullah kanë të shkruar në këtë meselë, sidomos Sheikhul Ibn Qayyim al-Jawziyyi ka të shkruar në libër 3 vëllime mbi këtë çështje, Shifaul Alil. Si o ilmi Allahit, si o qaderi Allah, si o qadaja, çish e shkruan, çish e di, ajo në zaman që ka kalu, ajo e tashmja dhe e ardhmja, dhe këtë të vëllezër janë gjërat të cilat i kanë diskutuar dietarët. Tani nuk është çështja që ne të him në detale këtu. Çka duhet ta dim vëllezër? Shkurtimisht rezumeja. Zoti i di krejt. Allahu subhanahu wa taala i di të gjitha. E din për si cilin, sa ka iman, sa ka merita, ku e meriton me përfundu e kështu me radhë. Mirë po, nuk gjikon me ilmin e vet. Nuk gjikon. Ilmi Allahu subhanahu wa taala bëhet me drejtsinë e Allahut. E drejtësia e Allahut xhelal është që ajo që e di të bëhet waqia. Për shembull, ta kuptojmë më thjesht. Del një njeri pi shtëpie. Edhe filan njeri e ka ose dost, ose e ka vëlla, ose e ka shok, ose nana, e din gjalin e vet shembull. Edhe e di, edhe ju thot njerëzve, ky djali jam filani, ka me shku në shkollë. Apo, dhe dhurata, ja kam bo një dhurat, ja jepni, ama ku qkojnë në shkollë? Ajo e di që ka me shku në shkollë, se e një djallin e vetë. Mirë bëdhët, ku qkojnë në shkollë, ja jepni. Dhe e ka një djall tjetër, hajdut. Edhe i thot, këta du të me ndëshkue. Apo, ama thot, unë e di që ki ka me vedh, ama kur të vedhe që ata e ndëshkojeni? Pse zban me ndëshkue, ala pa vedh? Na e di që e ku anis? A e di, në vetë e di. O ki ka me vedh, baba e di, dosti e di. Mirë po, qëka e thot ku ta zini? A e di që keni me zonë, po ku ta zini? Shembull e Allahut është më i lartë të zonë. Allahu ja e di ku ki me përfundu ti. Po thot përfundo, pas ta gjykoj. E di se a ki mu fala jo. Po thot banë e më zanit gjykoj. Unë e di që a ki me bo. Kjo është Allahu subhanahu wa ta'ala i drejt. E drejtësia e kërkon që ilmi i ti të del më pa. E kjo është ajetin në Kur'an. Wa li ya'lam Allahu, e li yu'lim Allahu, që Allahu ta din, pra ju ta dini atë çka e di ai. Edhe të bindeni se atë çka e ka ditë Allahu ka më dalë pa. Kjo vëzër është fjalë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye dëgjoni çka thot Allahu xhelle xhelalu. Wa li ya'lam Allahu alladhina amanu. Allahu ta din apo t'ua bën me dije për ata të cilët kanë besuar. Allahu e ka ditë kush ka me lëshue prej gjuetarëve vendin, kush ka me vdek dhe kush ka me qëndruhe. Dhe e ka ditë që ka pon pak, a ka për pak të uvra për nga mërë a.s. Mirë po këtë këta e kalon të dukët, të nxerët pa. Nëse kështu ka dorë Zoti i Madh te bareke ve teala. Pastaj thot: "O yattakhidha minkum shuhada." Dhe që prej juve të merr shahida, shuhada. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allahu nuk i do zullumçarët. Allahu nuk i do zullumçarët. Këtu në këtë rast këto zullumçarë kush janë? Paganët, mushrikët, të cilët kanë luftuar me pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe kjo është një lloj ngritje morali për besimtarët që kanë humb luftën, se fundi Allah thot: "Ju një luftë fitut, një hupët, po juve ju do Zoti ata si do." Ja kaç. Ja kaç. Do na ata si do. Dhe kjo është merit për juve. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala: "Wa liyumahhis Allahu alladhina amanu." Dhe Allahu do ti tamhis është masi ndahën të mirët me të këqit, apo vini revezën. Kurani është shumë interesant.
Shpeshherë përdor liyemiz el khabith min at tayyib. Le të dahat I miri pi të keqit. Janë da safat e Muhamedit alayhi salatu wassalam me safat e Ebu Jehlit, me safat e Ebu Sufjanit, apo pagandë që nga qenë në atë kohë. Çka ndodh? Safat janë da, po mrena tani ka ardhur ndi shprehje tjetër. Allahu gjatë në luftën e Uhudit, ne kemi da safat. Çka ka mu da mos janë da. Një saf është me Muhamedit alayhi salatu wassalam, edhe një saf është me Ebu Sufjanin, nga ana e mushrikëve. E që ka mu da, më këto kur u da? Allah thot jo Wali u mahis Allah. Te grupi që ka janë me Muhammed e Sram, e ndë duhet me shushitë ti, duhet me I sit Allah duhet me I filtruë. Pse? Sepse do të shif një vetë, Allah u gjitha, do të shif një vetë, se 50 veta s'kan me qëndru, s'kan me majtë pozitën e vetë. Edhe shumë për e tëre kanë mu frigu. Edhe një numër I madhë, të cilat kanë qenë të deklarum muslimani janë konë munafika, kitë këto I ka vo lufta Uhudit me dalën pa. Andaj, li u mahisa është masit ndahën. Apo, por shemull, ti shkoni blen pëmët edhe perimet por shpe. Edhe ti munu mi zgjedhat je matë mirat. E I munu mi zgjedhat matë mirat. Edhe ke mush, kesën e ke qute shpia. Ama tash që sa I thëjnë ndarje, ti I ke morë pi ati thesit matë mirat që ta ka morë mendja. Apo, pas ta I thu grujës, tash banit të mëhis. Tash këshirë edhe një herti, laja gjese, Allah mundet me dalë diqka. Allahu subhanahu wa ta'ala çfarë thot? Ju dajtët dy grupe, ama te grupi I të mirëve Allah ka do të shqedhe, ata do të mi pastru mirë. Le ju mahis, që kjo të mëhis. Ka njerë që janë deklaru ka ju, po të shenë të vërtet ka ju. Andaj vjen ngjarja dhe ngjarja, ndodhi pas ndodhije dhe dalin pah ngjarat. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, le ju mahis Allahu alladhina amanu. Allahu ata që kanë besu ka mi pastru. Vini dhe vizat, ata që kanë besu ka mi pastru. Wa yamhaqa al-kafirin. Dhe do ti mposht dhe dua merë bereqetin, dua të merë të mirën pa besimtarëve. Këto dhe zërë janë dy ajete se do të ndalemi sot me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala. Këtu kemi dhe zërë, do më kjo është tërsia e shpjegimit, struktura e këtyra ajeteve, por çfarë kemi këtu dhe zërë? Çfarë duhet mësojmë për këtyra ajeteve? Dhe si lidhet kjo me ngjarjen? Se kretë kjo është në një ombrell. Cila është kjo? Udhëzimet që kanë zbrit pas humbjes së luftës së Uhudit. Dhe na thamë se këto udhëzime duhet t'i zbresim sicili prej neve në betejat e humbura të vetat. Shumë beteja ka tjetës dhe Allahu xhallahu ka bërë këto ligje. Dhe çdo betejë që ti s'ke mujt me kalue apo ke dështue, merr mësimet e duhura nga lufta e Uhudit dhe vazhdon tutje. Dhe vazhdon tutje me izin Allahu subhanahu wa taala, që lufta tjetër, beteja tjetër, turbulenca tjetër me gjet më të fortë, edhe me gjet më të qëndrueshëm. Këtë kjo duke kërkuar imanin dhe rizallokun dhe kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Çfarë ndodhi dhe zër këtu? Allahu xhallahu ala na tregon në surën Ali Imran se në luftën e Uhudit muslimanët nga lakmia e pasurisë e humbën luftën. Jo rastisht e lexuam ajetin më herët, ku Allahu subhanahu wa taala çfarë ju tha muslimanëve në ajetin 130, ja ju alladhina amanu la ta'kulu riba. O ju musliman mos e hani kamatën. E çfarë lidhje ka kamatën këtë varg të ajetës luftës së Uhudit, sepse çajo teprica dhe vrapimi pasaj teprice ju ka bëhe me humb luftën. Apo ti duket kur gjoheq ajo. Apo thot 100 euro pse po më merr ka 110. Ka më ta gjej jetën që 110. Çto 10. Jetën ka më ta shkatërua. Por këtë arsye Allahu subhanahu wa taala u tregon muslimanëve tani që kjo ka qenë sebebi pse e keni humb luftën, tani ti radhisim mësimet. Edhe njëra prej mësimeve cila ka qenë, njëra prej mësimeve ka qenë që të paguhet një pjesë e tatimit me plag në dunja. Andaj Zoti i Madh te bareke ve teala kur don me e pastru një rob e godet në dunja. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu e don një rob yusib minhu, e godet. Por çemu vëllazër, kur mjeku mirët me pacientin, apo me pa një njeri që nuk e di se ç'kjo doktor, apo e për shembull i ka marrë gërshant, e ka shtri njerin, edhe i thot musliviz, apo e dikush ka s'diç ka thot, ç'a ti bëmore? Atë mjekue. Atë mjeku se ka nevojë me mjekue.
Apo, dhe shikove se njerëzit e lutin mjekun, i çojnë mësita ndërmjetësa, nëse kanë një njeri pacient që ka nevojë për operim, sigurt të na e dini, se që është tollovi e madhe. E pas çfarë bën njerëzit? Me pare, me ndërmjetësime, me shefate, me mësita, veç fa, apo merr be doktor me shtinë operaci, veç merr. E lusin ta shtinë operaci. Tash para më dikush çka zë më thon, jeni të lut me e preja, po jeni të lut me e prej. Apo, po këtë arsye vëzër shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ngjarje mbas ngjarje e kuptonin se sprovat e Zotit janë mjekimi i tina. E ato mjekue mua. Ai mu mjekon vazhdimisht me ngjarje që kur të mritë Zoti me dali pastër. E atje model pas muje. Allah na mësof ya rabbul alamin. Që kur të mritë Zoti, zemra të pastrohet. Nuk mundesh me shku vëzër i përlim të Zoti. Namazin s'muna me të bëtë përlim. Shiko Zoti që e ka kërkuar. A dhe thotë Ebu Hamd el-Gazali, nëse ti e mediton namazin, çfarë ka kërku pi pastërtis, do ta kuptosh se nuk janë për qëllim teshat, po për qëllim zemra. A mundesh me marrë njani këmishën e ka, mirë, në vije ka. Pantollet, këtë në vije ka. Përpara qilimin e ka tamam. Sejadën e ka tamam. Abdes ka marr, ama zemra e përlime. Zemra me inati, me smir, me zili, me urrëtie, me pangopsi, me lakmi, me armitsi, e tjere prej kësmundjeve të zemrës, edhe lidhët. Po ki, pastor robi për jashtë, po mrejnë aso. Pastërtit e jashtme ka për qëllim pastërtin e mrëndshme. Pastërtit e jashtme ka për qëllim pastërtin e mrëndshme. Për këta që dhe që ta kuptosh. Nëse për shembull dhe zër, një njeri i vesh teshat e huja, çka i thon njerëzit? Këto janë teshat mira, po jo për tije. Këto janë teshat mira. Teshat e doktorit janë të mira, ama jo kur i vesh çobani. As automekaniki, kur i vesh doktori. Qalme e mira e hoxhës, kur e finon hoxha, jo kur e non që të rëkush. Inxhinieri o i mirë, kur e ban ai çka di inxhinierin, ama jo për shembull me ba dikush i cili nuk di. Andaj dhe na shpesh herë dukemi pi për jashtë, mirë po nuk e kemi barazu me zemrën. Vini re vëzër, Allahu xhelalu ala kur don me e pastru dikan e godet. E godet që t'ja pastrojë zemrën, ja largon smundjet, therat, prishjet, degradimet, shturjet, shmanget nga e vërteta derisa të mrihet e Zoti i Madh te bareke ve teala. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhelalu xhelalu, in yamsaskum qarhun. Nëse ju ka godit plaga, edhe ata i ka godit plaga. Ha vini re. Edhe ata i ka godit plaga. E pse i ka godit plaga, vëzër? Pjesë e tatimit, pjesë e pastrimit. Gabuat? Ja, gabuat. Andaj, çdo gabim ka tatimin e vet, vëzër. Shiko vëzër, njëri vini re. Thotë që i khulli Islamu të imi, rahimahullah, Allahu gjeloj ka dhënë njeriu të lirin nga bim, i jënë pasoja. S'ki më ndorë në pasoja. Për shemë, vëzër, ti qka të dush je i lirë me pi? Qka të dush pi? Api uj, api lang, api raki, Zotin arru nga haramat. Mirë po, zgjedhja jote e lirë përfundon në momentin që ka e qonë bark. Apo? E marë ujnë e qonë bark. Njëni thotë, për shembull, çka do të më thon ata që zbesojnë? Do shpesh ata që besojnë musliman nuk i din pasoja. Thot, unë e kam piket, po unë e kontrolloj edhe barkun, jesën e kontrolloj me barkun. Ti e pa të zgjedhën e lidhjes sa ta pish. Çka ndodh me barkun tan aty mrena, mo nuk ka puna jote. A e ki qartë? Do më thon, ti kur e ban gabimin, kur e ban mëkatin, a e kryte mëkatin po? A e kryte? E kryte. O sikur kur a e kryte ushimin po? A bëhet kjo ushqim shnet në trup, a bëhet smuje, nuk ka më puna jote. Nuk ka më puna jote, a që të rëkujna. A ta hip sheqerin, a shtipjen, a indyrën, më nuk ka puna jote. Ke pas gjedet lirë të saj, ke hangër dhe ke pije. Masanena, andaj pasojat janë kader, veprat janë tuat. Vini revizër. Këta, luftën e Uhudit, ikën gjuetarët. A thot, a ikët po, u kri. Tash pasojat mos janë t'juvat, na i pojnë pasojat. Po këta si ju vëzër, besimtarët me pas kujdes. Ti gjunajni të bo, pasojat si di. Pasojat nuk janë dorën tane bo. Pasojat nuk janë dorën tane. Andaj, njëra prej mundësive për pastrim është edhe sprova në këtë botë, plagët në këtë botë, dhimbjet në këtë botë. Nuk janë dëshkim gjithmonë, sikur që kanë qenë për shokët e pejgamberit alayhis salam. Nuk kanë qenë dëshkim, po kanë qenë pastrim. Allah i thotë, ky gabim e ka tatimin e vet. Nëse doni me mritë unë i pastër, ta unë të pastër, doni me pagujt. Për pagimit të kjo, lodhja, apo megjithëse Allah i nxit, mos u lëksoni, mos u mërzitni. Ama humbja është pjesë e gabimeve. Mu për këtë arsye vëzër, mësimi i parë
që e mësojna nga ky ajet, cili o vëllezër është se në këtë dunja është njëra nga stacionet e pastrimit. Pastrime ka dhe tjera, është mund varr, pastrohet besimtari, pi trishtimeve, me shtrëngimet varrët, këtë janë pastrim gjunash. Edhe trishtimi ditës kiametit, deri të mrihet te Zoti i Madh te bareke ve teala. Tjetra vëllezër që e mësojmë në këtë ajet, cila vëllezër është se plagët dhe dhimbjet dhe mërzit i shërojmë duke e ditë se dhe tjetëri është në njëjtën situatë. Apo, andaj dhimbja e shëron, dhimbjen e leton, musibetin e leton. Allahu xhela si ka shëru plagët e muslimanëve në luftën e Uhudit, ka thënë faqat masal qawma mithlu qarhum mithlu. Thot Allahu xhela, po edhe ata në Bedër patën hub. Shikoj vëllezër, kjo është ligji i dunjas. S'ka kurkush veç fitore, s'ka kurkush veç humbje. Her ka fitore, her ka humbje. Kush e paramendon se ati ka mi hec veç fitore, a nuk e njeh as Allahun, as dunjën, as ligjet e univers, kur gjë nuk njeh. Ligjet e Zotit janë që her ka fitore, her ka humbje. Por cila është dobia? Është ngushëllimi. A keni pa njerëz të vështirë vëllezër? Nëse njeriu i bie gripi, apo kur del për jashtë është i gripost, është i smut, apo njeri më i përshtatshëm për muhabet, cili ku dal jashtë, kur e gjen njëri i smut si ai, thotë atit pas karo, hajde bëna muhabet. Edhe i letohet, hajde mos i pas karo dhe këtina tamam. Pse? Sepse kur e din se edhe tjetri është dushprovu me të njëjtën, pra nuk kanë amune i vetmi jashtë normales. Por këtë arsye Allah i ngushëllon muslimanët, thotë a u lodhët, a u plagosët, a humbët, po edhe ata, po jo veç ju, edhe ata kanë humbë, edhe ata janë plagos, edhe ata kanë vdek. Andaj ka balancu me këta, dhe besimtarë vëzër me këta duhet me balancu. Dhe këta Allahu subhanahu wa taala ka mohuar në ahiret. Në ahiret vëzër nuk të ngushëllon numri i madh i njerëzve. Dhe këta ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk ju bën dobi banorëve të xhenemit se aty janë bashkë. Burgjet matrona, cilat janë vëllezër, qelit, vetmi, vet. Apo, tortura më e madhe vet. Persianët e kanë torturu njerin ma këtë se vet, cila? Persianët kur kanë dash me torturu dikan, e kanë shtin burg në vetmi. Nëse s'ka pas efekt, ja kanë shtin një budall mrena. Ma këtë se tortura. Andaj vetmia është burgi ma i keq. E Allahu subhanahu wa taala na tregon në Kur'an se ky ligj i kësaj bote nuk vlen ahiret. Nuk mundesh me thonë, po këtu plot marrë paska. Nuk të ban dobi hiç në ahiret, andonjë po. Por shembull njëri nëse gjendet në vështirësi, kur e shau tjetrin edhe ai, apo a keni pa njerëz për shembull, nëse gjenden jashtë dikun në ftoft, në rrugë, në mal, ama janë edhe një 10 vetash aty, se me ka përcejna çështë bashk, pasi kokshmi 10 veta. Ka përcejet apo me kon vet, bëhet më e vështirë. Në ahiret vëllezër, megjithëse i ki miliarda njerëz aty, me miliona në Zotin e Arabit xhenemit, s'ban dobi. Nuk të ban dobi. Andaj, njëra prej mësimeve që kanë nxjerrë dietarët në këtë ajet, cila është se balancohet dhe mbahet në ekuilibër ndjenja e besimtarit me atë se edhe ajo lodh. Shpeshherë muslimanët ankohen, u kputëm, u sprovum, u lodhëm e kështu me radhë. Po janë të lodhur njerëz më për dunjë janë të lodh? Ja, se dia. Ti mi pa njerëz që ish lodhën për dunjë. Ti barëm je të mundu për Zotin tan. Je të mundu mu fal, je të mundu me dhon zakat, me agjëruave, po hax, me ushmang harameve. Ka njëri atë lodh për haram. E ti kur e di se kia lodh, apo ai dëgjojmë na njerëz të vëllezër, ai dëgjojmë çish flasin. U kputëm. O përshkaj të kput, Allah. Ato u kput dhe më punin në xhenem. Ndërkohë që ti lodhësh, po lodhësh, raskapitësh, po ti ki qëllim. E qëllimin e ki, ti ki busullën e ki. Andaj shpesh herë vëllezër kemi thënë, ma mirë është me të hub koha se busulla. Apo në kohë, cila ma mirë me hub? A busullën a kohën? Me hub busullën a shumë ketë, se më sani nuk e di ka i të shkue. Vesh hec. A koha edhe pse vanohesh pak busullën e ki, e më ditë ka janë të shkue. A i disa njeri nuk e di kua. Vesh lodhet, më punë e gjujnë xhenem, Zotin na rujt. E gjujnë xhenem. Aja, a mund me thonë, unë 70 vet jam munu me ndërtime, me beton. Hinë xhenem atje, s'ka këtu muhabet. Si ki besu Allah, s'ke falë namazës, nuk jetu ti për Zot.
Por këtë arsye vëllezër, me çka shpesh duhet ta ngushëllojmë ne lodhjen tonë fe, po ata janë të lodh, ata s'e kanë lehtë. Vallahi se kanë lehtë ata, ani ata që luftojnë Islamin, ata akoma zor se ata. Apo, ata luftojnë Islamin për hapu. Shka me bomore, shaj gjithë ditë media badjava. Apo, a e kupton 24 orë e shajnë Islamin kur qishën ja bojnë. Feja e për hap. Qish mi binë mare këtë turma, më nervozohen, këtë janë kitë budal, trush për lam, o fol qka dush, sa si tu dhez. A e kupton dhe zër? I apin zarë, qka së mos bojnë? Kotë, pse? So dini Allah, sa jemi, asi joti, është feje Zotit. A mun e zbret qilën poshtë? A mun e merë tokën tim me që dikun tjetër? Jo. A mu shme vanon farazapi kanë ata? Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmenë në surën Ali Imranet, në fillim. Apo, ata do t'i dhajnë krejt pasurit. Këthejmë i surën në fillim të surës Ali Imran. Dhe dëgjojmë që dhëtë Allahu që ta lidhi me këtë ajet, që t'i ngushtlojmë zemra tona me atë qka njerëzit ankohen prej vështisive. Vini re, thëtë Allahu te bareke ve teala në Kur'an: Kulil ledhine kefaru se tughlebune wa tuhsharune ila jahannama wa bi'sal mihad. Ajetë 12. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala: thuaj atyre të cilët kanë mohuar Zotin, të cilët përpiqen bëjnë luft, betej për ta rënu fejnë Allahut. Allahu shko si i dëshpron se tughlebun, kini me hup. Ki që të parë që keni dhanë, ki që të parë që keni dhanë, në fund keni me mbet të humbur. Pastaj wa tuhsharuna ila jahannam, dhe në fund ju gjujnë në xhenem. E ti kur e kujtonë dhe zërë, saj këta të pare, ato munde, mobilizime, e agenda, e loj organizimi për shka që me mos me mujtë për hap Islami. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, ki me hup, e sa keqo kjo dhe zërë. Andaj, duhet të motivojmë vetë vetën se jemi musliman, jemi besimtar, e duam Allah, e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe edhe nëse ka lodhje, fundja, asgjë pa lodhje nuk arrihet. Asgjë pa lodhje nuk arrihet. Tjetra vëzër, që duhet ta kuptojmë nga kjo ajet, cila vëzër, është se vështirësia dhe mirësia, rehatia i zbulojnë gjërat e pazbulueshme. Për shembull, vëzër, Allahu subhanahu wa ta'ala ka krijuar njeriu dhe njeriu vëzër, sikur që ka përmendur Abu Hamid al-Ghazali, i ka 4 përbërje. E në nësëra mundësën Allahu subhanahu wa ta'ala, do të flasim për ta, për përbërjet e qenjes njërzore, dhe cila mbizotron ajo është ati. Njeriu vëzër i ka 4 përbërje. Tut 4 tatë funksionon të aj për një herë. Tut 4 tatë funksionon të aj për një herë. Përbërja e parë që funksionon të njeriu cili vëzër është shtazaria. Uje, hanguja. Apo, a e kini pa njëri kër e shlën buka? O, hik se të ha dhe tijaj. Hik, largojo. Meshlu, një dit meshlu buka, apo. Ato si të mos shka janë pak ma të pangopt, ato të hajnë, apo. Mes me angër që ki pangopt i dit, apo. Edhe për shemull ti i thue, mish janë atë soba, ma prit pak, në atë dhomën tjetër. O që me prit pak, ta thënë derën, e be ma mishin. Sa ma ditët që shtohen, shtazaria, hipët, apo. Dhe shiko vëzër, kjo është pjesë përbërse njerit. A ka një njeri me që me thonë, a ka mund është tazaria po? Pisot s'ha buk, provoj? Së mund është, së në e kështë tazaria mbi vetës. Allah ka kriju këta. Përbërsi i para është tazaria, kafshëria, të kafshon, të ha. E dyta cila o vëzër, e sebuije, e gërsia. E gërsi. Njeri ju përshimë o vëzër, ka tabiatin e hidrimit, hakmarja, menon me bo shërë, apo, edhe kitë kjo vëzër, apo, Zoti çdo sa ne ka krijuar te kafshët që pastaj të bëhet model edhe për tek njerëzit. Edhe njeriu vëzër kur ka për shembull e ofendon dikush, i vlon gjaki. E tash për shembull çati i duket vetë Erluan, Hertigër, Ararushe, çfarë si duket? Kitë kjo vëzër është normal te njeriu, normal. Me çka e ruan njeriu vetë vëzër? Me çka e ruan ti shpiontane? Me çka tabiat të gërsisë që ka kriju Allahu. Për shembull dikush marr me thon, unë e një shpitane pa problem. Jo sunë vëlla. E çka reagimi me egërsi çka ka dhënë kjo kukufi këtu. E këta ja ka vënë Zoti këtë për hikmet. E të cila vëzër e ka edhe tabiatin e
hileve shejtanit. Banin triga. E ka menën e përdor për keq. Për shembull ti për mu bo hajdut, a dush mu kon budall i bardovcës, çmendinës, a dush mu kon pak i meqëm? Jo, dhe mu kon i meqëm, ka dale. Çfarë shtrafsigeri më duhet? Çfarë drini ka ati? Kur henjaj, kur del? Apo, mos të më shofe dikush, ka dale, hec, ki kjo vëzër duhet, trun duhet. E qëtësit nuk i thoj trun, po i thojnë ulemat shejtan lëk. Ama, ky realisht e ka bo trunin e vetë, hizmeqar për qefin e vetë. Edhe e katërt të cilë, o vëzër, është ajo shka quhet hynorja, ajo shka quhet shpirtërorja, edhe e zemrës të njeriu. E njeriu ka dhe menë, e i zban kështu. Apo, çka të ban tije mës me hangur shumë? Çka të ban tije? Janë dy gjëra. E para është kufizimi i barkit. Barki janë ishtë, thotë, apo e nala, apo. Edhe e dyta cila kur njeriu e nalë, thotë me mene, ja s'pe du. Ja nuk e du. Por shembull, a ki pa, njeriu kur doktori por shembull ja ka ndalu disa gjëra. A ja ka na shumë. Por shembull, sidomos kush ka diabet, ai ka dëshirë të flakt, apo ai me ja dhon tepsinë e baklavës kete ha. Ama i kujtohet doktori, çai ka thënë, kjo çai ka thënë doktori, ku e percepton ki me tru? Më ka ata më jo, ekne. Pse? Sepse ka përbërje nga shpirti. Ka përbërje nga shpirti. Urtësia, mirësia, të qenurit i qetë, i matur, përmbajtja. E tani vëzë, kur të përzihen çto të katërtat, shka ja mund çajo njeri. Shka ja mund çajo njeri. E pastaj, andaj thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, se prej umeteve shtazarake që i kemi kriju gjallësat, umemun emthalukum. A gje muni me gjetë në gjajshëm si jo. Apo, ka qenë një murg i cili është mbyll për adhurim. është mbyll në një vend më të largët, edhe i ka izolu vetëm për adhurim. Dhe rrugës e shohin disa njerëz. Edhe i thonë, mashallah se e pas ke izolu vetën për adhurim dhe i Zotit e bareke ve teala. Ai thotë, jo, nuk jam unë çashtu që menon ju që shumë i mirë kam izolu vetën. Thotë, jo. Thotë, unë jam një egërsin. E kam mbyll vetën në këtë vend falje, mos t'i kafshoj njerëzit. Se nësi të përzina me njerëzit, me njerën vend t'i ha. E kum izolu vetën këtu, pra jam t'i urujt egërsinës teme. Njeri ju vëzër du të mi njofë sifatët e veta, mi njofë cicit e veta, dhe me minagju ato, dhe me i trajtu dhe me i kalit ato. Për këta si ju vëzër, këthejemi tani. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa li a'lem Allah, wa tilkel ejamu, nudawilu ha bejnë nës. Këto janë ditët me të cilët ne u ajapi njerëzve, Zotë i sprovon. U a bëm mbetër me hup paganve, ju fitut. Takshirmi ju si fitimtar, qka bani? Ata si humbës, qka bani? Në Uhud, ju kini me humb, ata kanë me fitu. Ta shohemi ju si musliman humbës, qëfar do të bani? Dhe ata si pagan, fitus, qka do të bani? Sprov për juve, sprov për ta. Andaj dhe zërë, vinire, vështisia dhe rehatia, fukaralloki dhe pasunia, shëndeti dhe smundja, e mira e keqja, që ti i kalon, realisht janë krejt teste për tyje. Ti vesh filtrosh, janë si rengena ato. Vesh një anë të nëzirë, që kash Apo, për shumë e kipati kur shkon me bërë për shumë analizë ma gjithë përfshirë që në mjek. A vesh tot, si qështu, vesh qështu, gjaki qështu, kamë qështu. Apo, dikush të të nëzdu me hije, musë hirë, për kjo s'ta hekat atë qka e kije ti. E, sprova vëzër janë, endaj, vinire vëzër, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, se këto janë ditët që na i sprovojmë njerëzit, ta shohemi kush atë qka është. Apo, këto janë testë o vëzër. E lusim Zotin e madhë që Allahu në fund të nxjerr me iman, se ne nuk e dim si dalim. E do ta shohim edhe se a e mani men, fillim, çka tham? E kanë lut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sahabët. Ja Rasulullah, dalim luft. Se kanë me pa ata, çka kena me pa. Ama nuk ka ky moment edhe ndodhia njësoj. Ja, ti po thave, po e pave çka ndodhi. A e pave se është lut betejën. A e pave se këtë dubo sebe me më vra për nga mbira alai salatu e selam. Andaj thëtë Allahu subhanahu ja u dham mundësien. Nudawilu ha bejnë nës, ne u dham mundësien që ti ndajmë ditët mesin e njerëzve. Thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, thëtë wa li a'lem Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada. Allahu subhanahu wa ta'ala dëshiron që ti di apo ti nxjerr në dije, në pa ata të cilët kanë besuar.
Pra, do ta shihni mirë se në mesin e juve s'janë këtë musliman të vërtet, s'janë këtë të sinqert, s'janë besnika, s'janë këtë që i përmbahen fjalës pejgamberit alayhi salatu wassalam, wali ya'lam Allah. Do ta shihni çfarë shahide Allahu subhanahu wa taala. Allahu shpesh njeriu mendon se Allahu a'lam e ka imanin si kodra e Hudit. Fjala e tij, fjala përfundimtare. E se ai ku provohet, domethën kodra dridhen ai zdridhet. Kjo këtë llafe. Çat moment që Zoti e sprovon, ikin këto imagjinata, ikin këto fantazi, mbetesh ti. Apo, mbetesh ti. Për këtë arsye vëllezër, duhet me lut Zotin e Madh te bareke ve teala që mos më na sprovu më shumë se sa bajna. Sepse vëllezër, Allahu ka shumë sprova të shumta. E Laramani ka sprova Zoti i Madh te bareke ve teala. Dhe nuk duhet me lut Zotin më na sprovu çka s'mund na me bajt. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thonte o Allah, mos më sprovu më shumë kam dëshirë. Mos më sprovu, më shumë kam dëshirë. I njëjti që ka thënë, Allahu i sprovon të dashmitë vet. Ky i njëjti dashmi Allahut ka thënë, o Zot, nuk duam të sprovu shumë. Çka s'muj me baj. Por këtë arsye vëllezër, mos e testoni kaderin e Zotit. Mos e testoni, mos u bani burra me kaderin e Zotit. Se të përplas që s'ta merr mendja. Mos u bani burra, mos u shtini, mos u kallzoni arrogant me kaderin e Zotit. Kaderi i Zotit na vend ku njeriu rrshet vëllezër. Rrshet. Por këtë arsye vëllezër, Allahu i tregoi muslimanëve në luftën e Uhudit, a lipët? Ja, u amundsova. Pejgamberi sa dashin me nejt Medinë, ata thanë jo, s'dojna me nejt Medinë. Këno mi kallzona muskulat e tona, aftësitë e tona. Allah, bujrum. I vëllezër, dallon ajo që menon ti. Dallon ajo që dëshiron ti dhe dallon ajo që jeti. Zoti të madh me çka ka je. Shka i të menun, ajo puna jote. Ti mundesh me bë monolog me veten gjithë ditën. Unë çellit sahabi ngjoj më shumë ti. Sa bin vaqasit. Mban monolog të shtëpia, s'ka problem ajo. Po ti talloj smatosh me që ta futën krije. Dhe mos po tolero dikush me ta shpërla ti trunin se ti shumë i ngjan si ti sahabës. Po ai me men krije. Ai me men krije. Shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët Allahu subhanahu wa taala përmend në Kur'an, të cilët nuk din çka rrena. E ty tin me 10 dinare e dallashi kit muhabetin, me 100 euro del piana i knena dhe i ngjan sahabeve. E ka transmetuar nga Isa alayhi salatu wassalam dietar një fjalë. I ka thënë Allahu subhanahu wa taala Isa alayhi salatu wassalam, kur ti këshillosh njerëzit në herë banë vet. E nëse nuk e ban vet një diçka dhe i këshillon njerëzit, të vjen e marrë pi mua. Të vjen e marrë pi mua. A nuk na vjen vëllezër neve marrë pi Zotit, donjëherë njerëzve mi thirr diçka çka vetë se vajna? A veç me fola muhabetja? Apo flasim na për burrat, flasim na për imanin, flasim na për gjërat e mëdha. E pse kur je i vogël? Pse? Çka do me kallzu? Që ti të supozosh në imagjinatën e dëgjuesit që ti je i madh, por që nuk ka rregull. Çka do me kallzu? Kujt do me çka me kallzu? A e di që Rabbul Alamin s'e rrein? Po këtë arsye vëllezër, a nuk na vën marrë epizodet mi thon dikujt diçka, ndërkohë na nuk e bajnë ata. A nuk me të thon ti njëri çka s'falet? Apo njëri nuk falet. E tash për shembull ai se fal as farzin. E ti të thot fali sunetet. Mu ti e fal farzin, ai se fal as farzin. Çka i thu? Ti jo, ti do të vënë marrë me foldi mu këtu. Fal farzin mund kallzon, ai do me fal sunetin. Shikoj vëllezër, zakonisht njerëzit tallën me njerin i cili thirr diçka që se ban. Tallën. Po ti po më kallzona? Po jo, valla. Po shumë pika zeno ka dal, apo do keni frikë Allahin valla. Çfarë ki frikë apo? Hyk morëm shau dikon Allah. Hyk morëm noi 40 perde e mbulesë. Shefu dikon. Më kati për mua mshej, ka thënë alayhi salatu wassalam. Rri shpitane kaj për gjunain tan. Çka kanë bërë disa njerëz vëzër? I kanë bërë gjunaçarët prijes. Ha? Ti, ti, a di sa do Allahin e pejgamberit sallam? Jo more, jo. Ai le ta doj Allahin e pejgamberit sallam, po ne të mshefët. Le të mshefët, ne ta mloje marrën. Ama jo i dihet këtë gjunaj, publika din këtë gjunajin, i këshillon njerëzit. Kjo vëzër është turp. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala, "Wali ya'lam Allahu alladhina amanu." Kam nxjerr pa Allahu besimtarët. Kam nxjerr Allahu xhan pa besimtarët. Allahu na bëj besimtarë ya Rabbul Alamin. Andaj vëzër njerëzit e kanë zakon. Jo, dikush thot, "A harama me këshillue njëri që ka bën gjunani tjetër?" Jo, nuk ka haram. Nuk ka haram. Apo, por shembull vëzër. Njeriu i ka dy urdhëresa dhe dy ndalesa. Urdhër për të bërë mirë dhe urdhër për ta urdhëruar tjetrin më të mirë.
Ndalesa. Ndales për mos me bë keq, edhe ndales për të ndaluar tjetrin. Katër janë. Apo, urdhër për veti, urdhër për tjetër. Ndales për veti, ndales për tjetër. Merrem me kështu. Apo, a ka drejt njeriu për shembull ta zona prindi piraki? Zona Allah na rujt. Piraki. Edhe tash për shembull, me këto fjalë që i tham deri tash. Ki s'ka drejt djalit vet më thon ti mos piraki. Jo, nuk ka çashtu. Sepse ki bën din ndalesa tash. Ndalesën te parë që ka piraki, edhe tjetra që se ndalon djalin e vet me piraki. Jo. Apo ndodh ndonjëherë që njeriu e bani gjuna, më po se le vladin. Apo e ka sprovu Zoti me gjuna, thotë ti jo. Pse? Se unë jam procedurë për me lanket. Unë e di që e keqe kjo. E tash vëllazë, mirë po dikush thotë, e pse prindi? Se kjo autoritet taj. A kupton? Kjo autoritet, kjo prind taj. Kjo prindi, kjo fëmia. Apo, mirë, ti se ki kur gjon. Apo, aj e ka pi një gajbe. Edhe ven herë sillet kështu, herë kështu. Apo, moni vlla. O vlla, veç nalu pak drejt, s'jam të mujt me të pa. A kupton vëllazë si shtallën njerëz me juve? Edhe me neve? Ani vlla ngojet, ki po do me të kallëzu diçka. Po jo, valla, kisha të mojt vetën valla. Ti pas çat livrit. E mirë, njëri thotë, e pse baba? Po baba ai. Ai ushqen, thotë gjunaja jemi, ama ti jo me bo. Sa njëri për shembull thotë, unë e pi cigarën, ti jo. Pse? Çka ka lidhur? E thotë, masi beban ti leje dhe djalin, jo. Unë e vaj për veti, kjo gjuna jemi, ama këta nuk e la. Pse? Sepse kam autoritet mbi ta. Kur kiti autoritet mbi ta, apo ki mundsi me vol. Mirë, po s'kiti autoritet mbi ta. E çu shki mentalu valla. Për këtë arsye, vështirësitë edhe mirësitë, rehatia dhe fatkeqësitë janë testet e Zotit në dunja. Allah na teston. Test pas test. Vëzë çdo ditë na testohemi. Çdo ditë sabah në 6:20 këtë testohemi. Apo 6:20. Njëri thot, o gjo shpeshar, o gjo qysh me ditë unë çfarë imani kam. Shtash ku e di çfarë filozofie kujton. Po vëllai 6:20 me testi? Apo vëzë shiko, njëri ka një herë shpeshar mendon se ka takat ma shumë se sa realisht ai ka. Për shembull njeriu thot, unë e di veten. Po. Për shembull njeriu vëzër, pse ka komisione? Ti për shembull se thunë, unë jam hafiz. Mos është më njerëz që thonë, mashallah te barakallah. Hafiz po. Me dal para komisionit? Ja, s'kam çem valla para komisionit. Po pse valla para komisionit? A e di vëzën? Njëri më thonë e di unë alhamdulillah. Ai tangoj, ja, s'kam çef me fol valla. Po nuk e di valla. Ti para se me hije në test në shkollë, ti këtë di. Ama kur thoje profesorit çel hapsin çe fletën, bujro. Apo zhdukën këtë informatat. Pse? Se që të ndryshën atë testi. Ti çka mendon se po di, kur të ta japin lejs, apo ti a mendon për shembull për njerëz thot, po ai bën Temia, i bën Kaimi dhe bi, po ulema, njerëzit si na ata janë kon. A janë kon si na apo? Ata blejun e ti fletorën e lapsin. Mi shkruaj 3 fleta se i bën Temia. Mos ta filozofo Allah, shkruaj 3 fleta se i bën Temia, nxjerrën treg, banu si ai. Por nuk ka kjo çashtu vëllazër. Allahu gja kur i ka sfidue paganët me Kur'an, çka ju ka thonë? Ato thonin, na me dasht e thojna një Kur'an qështu. Allah i tha, thune be, fe tu bi suratin mi mithli, një sureve një bere. Ja që njani pi paganëve me e thonë një surat Kur'anit. Hapne surën e 5 në Kur'an, surën Maide, që ta shimni vëzër që ka ndodhë. 2 ajetet e para i kanë thënë një njohësit, gjuhës, orator, poet, goj i cili din me thur fjali, apo e gjeni. I kanë thënë, a mund është bë një qësi fjali e me në i thonë, tja thojna Muhammed a.s. edhe ta nalna mu. Ka thënë, beret tash është ka thot. Edhe kanë qurë 2 ajetet e para të surës El Maide. 2 muj dit e ka meditue. Qështu e zdel. A kujton që a i gara kjo puna? Dëgjoj dhe këto 2 ajete që ka thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu
أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ka lexu, ka thonë s'di me thonë çështë. Di ajete, po 6.000 ajete kanë 6.000 ajete ka zbrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë këtu ka urdhra, ndalesa, këshilla, apo e ka me di ajete, dy ajo të cilat keni besuar. Allah thot: "Aufu bil uqud", plotsoni premtimet e juve. Ke bë marrëveshje, plotsoje. Uhillet lakum bahimatul an'am. Halal i keni hajvanët dhe kafshët të cilët u a kemi bërë halal. Illa ma yutla aleikum. Shiko, ja ka bërë halal, ka përjashtu, ka thënë përveç atyre të cilët u a kemi ndaluar. Edhe ju kanë lexuar këto ajete. Derri edhe coftina. Thot Allahu: "Ghayra muhillis saydi wa antum hurum." Dhe duke mos e shkel, mos bër gjueti duke qenë ju në haram. Thot në ihram: "Inna Allah yahkumu ma yurid." Allahu vendos çka doje për ligjeve të veta. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala në vazhdim: "O ju besimtar, mos i lejoni gjërat që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, e as muajt e shejt, e as ato shenjtri të kafshëve dhe kurbanave dhe gjërave të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka bë haram, duke kërkuar vlerën e Allahu subhanahu wa taala dhe kënaqësinë e tina." Thot Allahu subhanahu wa taala: "E kur të dilnin nga ihrami, fastadu, lipni gjueti, dhe mos t'ju nxiton dhe mos t'ju shtin urrejtja që e keni ndaj një popullit, se ata ju kanë ndaluar juve nga xhamia e shenjtë, nga Qabja, që ju të bëni zullum." A mundi para ndodhet? Allah i thot: "Çato shka ju kanë nal pi Qabës, mos u bani ju zullum qartash, mi tepru kufit ndaj atyne." Ka dalë po. Oni të ka bo zullum po. Tash të ka bo zullum që kaq. S'do me thonë ti tash, apo ki po disa njerëz i ka bo zullum ki kit mosh ka terme fetare të çia kit janë gjit. Rrendse, gënjeshtare, zullumçare, kriminale, të ka dalë pi fe. Pse? Pa orë një 200 euro që ati mi vede. O, vëllo, po t'ja, di shka i thave, vëllo. O, të 200 euro të tua nuk i bojnë halal këtë të terme. Që ka thëtë Allahu që, mos e të broni, dhe ati që ju ka po zullum. Thëtë Allahu gjele gjelalu: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ndihmonu edhe të mira, edhe takvallëk. Dhe mos u ndihmoni në punë të këqija dhe në gjuna. Tut juni Allahut, Allahu është i ashpër ndëshkim. Allah në rrën nga ndëshkimi tina. Dhe këtu ka tefsiret shumë të vëzë në këta jetë. Tani nuk kemi për qëllim me shpjegu këta jetë. Cila ideja? Se qëtër shka është ti me supozu, edhe qëtër shka është bujrën. Allah thot: "Fe të ubi surët, bere me një ajet." Ja ka thonë s'muj, 2 muj ka nejtë. Edhe mund ka thonë, unë e zdi me thonë qëtë. Andaj, sfida vazhdon. Jemi në vitin 1447 nga hijreti pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe 13 në Mekke. Ende nuk e kanë mbru një Kur'an tjetër. Ende s'kanë mujt me tregu se feja Muhammed sallam nuk ka e vërtet. Jemi vëzër 15 sheku, nuk mundë me kaltu se feja Muhammed sallam, a qatë shumë kohë njësë për mundë me kuptu që kjo feje s'ka na konë originala, s'ka na konë e drejta. Por vëzër, sfida vazhdon. Dhe ka me vazhdu deri në ditën e kiametit. Thotë Allahu te bareke ve teala: "Wa yattakhidha minkum shuhada." Dhe Allahu xhelel xhelalu do të merr për juve shahida. Dhe 70 njerëz kanë vdekë në luftën e Uhudit. 70 shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vini vëllezër: "Wa yattakhidha minkum." Zoti ju zgjedh juve shahida. Nuk mundesh ti me zgjedh vetën. Apo andaj Khalid ibn Walidit, kur I kanë treguar njerëzit se ka njerëz që frigohen nga lufta, nga betejat e kësaj marrë, ka thënë, ata mos pafshin gjumë, mos pafshin sytë e tyre gjumë, mos pushofshin kur. Ka thënë se lufta nuk të myt.
Se unë kam morë mbi kaç beteja pjesë, dhe unë jam të dek në shtrat. Nuk do më thanë. Andaj shejtulloku vëllezër nuk është ti pse zgjedh. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë sa njeri lufton, për pasuri, sa njeri lufton për nam. Mi thoni azgan. Ai njani pitreve që kallët zarmi me ta, cili jo? Njëri që ka luftu rrugt Allahut. A mund para mendosh rrugt Allahut ka luftu? Ka dalë me vetën e vetë, ka luftu, ka vdek. Allahu e rrin gjallë. Hadithi Sahih Buhari. E 3 veta, alimi, pasaniki shka ka thonë, edhe luftari. Allah thot pse ki luftu? Këti i thot pse ki mësu? Këti i thot pse ki dhon pare? Tu të rathojnë për ti o Allah. Allah thot mos rrejni. Nëzar, ki luftu për që të shka. Kjo është, më rejna. Allah në pasur zemrat tona ja Rabbal Alamin. Thot Allahu xhelel xhelal, "Wa yattakhidha minkum shuhada." Zoti ju merr juve shuhada. Çka është shuhada? Do të vim në ligjratën e ardhshme në kohën e kam mbaruar. Shuhada dëshmitar. Dhe dëshmitar bazë jemi ketë. Se thojmë ashhadu an la ilaha illa Allah. Mirë po, çka bën luftari rrugt Allahu xhelel xhelalu? Këtë dëshmi, e volos me xhak. Çe o Zot. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dhe kjo dëshmitari më i fortë te Allahu subhanahu wa taala. Alimi me çka e volos? Me çka? Me pen. Ashhadu, flet, ligjëron, jep mësime, thirr njerëz në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, me shkruan për Zotin, për pejgamberin dhe me pen e volos. Edhe pasaniki me parë. E të saddaq. Nëse termi sadaka çka i bie? Vërtetim. Në thëna sadak. A në gjuna arabe qka i bje? Vull. Unë e jap vullën që parët e mija i dhash për hirë të vullës për dëshmin qka unë e dëshmoj. Për këta do të flasim me lejnë Allahu të barek e vëtër në ligjeratën e ardhme thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala wallahu la yuhibbu dhalimin. Allah nuk i do zullumqarët, Allah nuk i do paganët. E më pse ka dhanë dhe zë këtu zullumqarë? Sepse zullumi është më leti kuptushëm në perceptimet e njerëzve. E kur thu dikujt për shembull pagan, pagan, po ki adhurus. Kur i thu zullumqar, zullumqar. Zullumqar tjetër. Pse zullumqari kuptohet më lehtë tek njerëzit? Sepse termi zullum, padrejtësi, shkelje në përkambje është më afër njerëzve, kjo është ndërkombëtare. A kur është çështja te shirku, kufri, terme çka janë më koncepte fetare, njerëzit nuk e di që kjo është shirk. A kur i thuaj zullum, për shembull na kur kemi thënë se për vitin e ri. Apo, pra vetë njerëz kujton për shembull haramat e me festu këta. Mundë me shku deri në shirk, Zoti na ruaj. Ne kemi shpjeguar se nuk ka tema jonë tani. Mirë, po pse shpesh u kemi thënë për shembull, u kemi sjell shembull se çështja e vitit 3 është zullum. Zullum shahat Zoti, shahat Isa, shahat Allahu subhanahu wa taala, shahat Maryam alayha salam. E kur themi zullum, zullum apo. Për shembull, ti nuk lejon me ta ofendu nanën, nuk lejon me ta ofendu babën. A Zotin? E pse për shembull, kur i thu shirk, shirk, po le çfarë thoj këto? A kur i thu zullum, ma ndryshe. Po këtë arsye Allahu subhanahu wa taala shpesh herë u shpjegon njerëzve termat me atë çka është shumë e pranueshme te ta. Zullum Allah. Kjo është zullum. Andaj në surën Luqman, Allahu subhanahu wa taala ka thënë shirku si inna shirka la dhulmun adhim. Shirku zullum i madh. Shirku zullum i madh edhe o shkelje të drejtës së Zotit. Andaj ka thënë këtu wallahu la yuhibbu dhalimin. Zoti nuk i do zullumçarët. Kona ka mbaruar vezër, këtu ka edhe shumë mësime. Mi po do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve teala në ligjëratat e ardhshme. Elusim Zotin e madh, Allahu na mundson me lexu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me dash Kur'anin, me madhru ata dhe me respektu ata, me i marr mësimet të cilat Allahu subhanahu wa taala ka zbrit në këtë Kur'an, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e madh xhelal xhelal që Zoti jon te bareke ve teala na ruan udhëzimin, na shton udhëzimin, na mundson Allahu subhanahu wa taala që të jemi të udhëzuar për veti e të bëhemi sebeb edhe për udhëzimin të tjerëve. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal xhelalu për çdo fjalë ku ja çollojm, Allahu na shpërblej, e ku do të gabojm, ajo është prej neve dhe prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahu të na fal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.